Hajde, na trego saktë. Faleminderit për nuset, gratë, ku bujtë se po, se une e kam motrën në Mitrovica, kupton? Po? Kam edhe në vështri sene. Gratë që bujtë se po, kjo realitet është, bujnë vështri edhe në Mitrovicë. Por t'i këqyrin edhe i njekun frizerkat, kanagjegjat. Po? O, zëtë, edhe burrave si udhimën porët heq, për gra, veç dhe duket bukrat mira. Thua që fare vushrinasit edhe të Mitrovicës nuk përsin fare për bashkëshortet. Se vëlloj tjetër kënd, Giljoni, Dredita, Lopi, këta pasha zëtin nuk i lëshojnë qatë shumë. Se unë e di që e kom një shok aty, i ka 3 reja, e ka 3 atë frizerka. Sa të mund sa me nreq granë nungësi, për ne kanë atë gjegjnaj. E ju blenë rruba, ju blenë tesha, ju blenë këtë shtrajta. Pra vushtria edhe Mitrovica thua? Ja, këto vushtria Mitrovica, se une nuk i takoja sa jona. Po, shumë që i real faktën, po pra. Po kjo është e vërtet, une po du me folë realitetit. Bravo. Po ti kështu, nga je origjina? Origjina jo Petardhishtës. Ku i bje kjo? I bje në komunë të Beliqit, veç jetë në Prishtinë që... E kuptova shumë. Po ju qësh keni qenë si familje kështu? Mirë, Eli. I këqyrë a ka vë se fa nusën, thuaj? Me po, qyshë, na i shuhë me dollu, me anu, nuk i tratujme, nuk ka, të na jena shumë njerëzit butës, fshati shumë i mirë, fshati jam është fshat modern është që e ka në ere ndardhë. Jo, as njëherë, në faktu nuk e dita as ku i bje kjo veç pita. Jo, i bje shqyqo. Në vija erore është Prishtina 3 kilometra, 2 kilometra gjys nuk ka ma shumë. Pa? Vija erore. Kështu është mes Obiliqit edhe fush Kosovës, tana e ka Prishtinën, është midis 3 qyteteve. Sa mirë që edhe ma spjegohet, pak të në dita shku paka shumë i bia, ashtu. Unë falenderoj shumë për telefonatën edhe gjithë shka që ndajte me ne. Me shku atje me vizitu Dardhishtën, jetë pa